Ndodhemi në Pallatin e Kongreseve në panairin e librit dhe të ftuar sot kam një mikun tim, por edhe mik i artistëve, sepse përveç se ka përfunduar studimet në degën e koreografisë, ka sjell në këtë panair edhe botimin e tij të parë, një botim mjaft interesant në lidhje me folklorin shqiptar, sidomos të zonës së Krujës, të titulluar Epitafet e gjalla të Vallëzimit Krutan. Jam këtu me Wesley Alushi. Wesley, përshëndetje. Përshëndetje Gazi dhe të falenderoj për mbështetjen tuaj, për intervistën, për ftesën dhe për bashkëpunimin e vazhdueshëm dhe ju uroj suksese në punën tuaj aq të vyer ku promovoni vlerat e artit tonë. Dhe kemi librin. Pra, Epitafet e gjalla të Vallëzimit Krutan. Botimet Agora. Është botimi juaj i parë në fushën e kërkimit në të Vallëzimit Krutan, pra të Krujës, dhe në fakt keni sjell përveç valleve të njohura, ndoshta edhe të panjohura, të harruara në arrestin e kohës, por edhe foto interesante të mbledhura, pra është një punë besoj disa mujore apo vjeçare, nuk e di, që ju keni arritur të sjellni këtë botim, pra dhe sidomos të jeni në kohë për panairin 28 të librit. Ashtu sikur se e thatë edhe ju, është një punë disa vjeçare, hulumtuese, kërkimore, e cila është realizuar nëpërmjet një ekspedite të kryer nga unë për vite me radhë, duke takuar, duke u lumtuar, duke u njohur me individë të cilët janë marrë me folklorin, kanë interpretuar vallet folklorike të Krujës, këngë, melodi, instrumentistë të ndryshëm, cilët janë angazhuar në për festivalet folklorike prej dekadash. Ashtu sikur se thatë ju, libri përmban një analizim të valleve folklorike krutane, një pjesë të tyre pa diskutim të harruara, ndoshta edhe të panjohura për shumicën e atyre që merren me këtë fushë, dhe unë jam munduar që nga ana e plotësimit të materialit ti përshtas edhe ti vendos pra bazën muzikore çdo valli dhe gjithashtu ta ilustroj edhe nëpërmjet fotografive në rast kur kanë ekzistuar këto fotografi, të cilat unë kryesisht një pjesë të madhe prej tyre i kam gjetur pra në shtëpitë e këtyre njerëzve që kam intervistuar. Dhe mendoj që është diçka shumë e rëndësishme dhe që është vlerësuar për arsye sepse një pjesë prej tyre nuk janë parë dhe ato mbartin vlera të jashtëzakonshme të ruajtjes së kostumografisë zonës dhe rrethit Krujës. Epitafet e gjalla dhe vallëzimit, unë po ngulmoj tek fjalët që ke përdorur, pra nuk e them vallës, po vallëzimit, dhe është që nga titulli, pra shumë intrigues për ata që e duan folklorin, duan të njohin më tepër rreth trashëgimisë tonë kulturore. Pa diskutim ka qenë, do thoja dhe besoj që është konceptuar si një zgjedhje emërtimi i librit Epitafet e gjalla, i cili pa diskutim mendoj që intrigon dhe duke marrë parasysh konotacionin e fjalës epitafe, por unë në fakt e kam përdorur në formën metaforike, sepse vallja nuk është kurrë e ngurtë, ajo është e gjallë dhe prandaj kam konsideruar si Epitafet e gjalla, por harresa dhe pluri i harresës këtyre vlerave folklorike i ka ngursuar disi. Dhe ky ka qenë edhe qëllimi im, pra që t'i jap jetë me aq mundësi dhe jam munduar me profesionalizëm të hedh dritë mbi këtë vlerë të madhe që ka rreth i Krujës. Dhe ke bashkëpunuar me shtëpinë botuese Agora, një shtëpi botuese shumë e njohur, që në fakt në stend pash edhe shumë botimet e tjera të akademikëve të njohur, pra të shkrimtarëve të njohur, jo vetëm shqiptar, por edhe të Kosovës, pra në fushën kërkimore, studimore. Po, ka qenë doja thoja dhe doja të ndalesha pak këtu sepse ka qenë mbështetja më e madhe. Unë në fakt si një autor i ri dhe nuk kisha një orientim sepse një eksperiencë e re se si do procedoja pra me botimin e librit dhe ka qenë profesoresha Majlinda Nana Rama, një shkrimtare mirënjohur e arrir, një vlerë letërsisë son kombëtare, e cila ka treguar mbështetjen maksimale për realizimin e këtij libri, por jo vetëm kaq, nëpërmjet shtëpisë botuese ajo bëri të mundur edhe pjesëmarrjen time në panairin e 28 që për mua është panairi i parë ku unë marr pjesë. Dhe sigurisht ndihem falënderues dhe mirënjohës për mbështetjen dhe suportin në realizimin dhe në promovimin e këtij libri. Dhe në ditët e sotme është vështirë të gjesh dikë që të mbështesi, siç ka bërë Majlinda me juve, por duke të pasur student
dhe nga studentët excellent, ai ka shprehur vetë një status në rrjetet sociale, ajo ka besuar tek botimi juaj dhe patjetër që një bashkëpunim i mirë midis të mirëve ka rezultat pozitiv. Pa diskutim, unë në fakt ka qenë edhe, do thoja, jo kërkesa, por arsyeja pse ja kam besuar profesoreshës ka qenë kjo sepse kishim një njohje pra në universitet ku ka marrë mësim prej saj dhe fjalët e para ka qenë vlerësuese ndaj punës dhe kush më mirë se sa një njeri i suksesshëm në artin e letërsisë mund të jepte një opinion mbi librin dhe sigurisht që në këtë mënyrë ajo më bëri të ndihem optimist që libri vërtet mbart vlera jo vetëm nga ana përmbajtësore dhe asaj që unë përshkruaj në libër, por edhe nga mënyra e shkrimit edhe nga mënyra e asaj që unë kisha punuar brenda librit. Si kanë qenë këto 5 ditët e panairit për ty si autor dhe ndoshta mes botuesve të tjerë, autorëve të tjerë pra që kanë qenë në këtë panair që në fakt është një në vit, por është festa e librit. Pa diskutim është një vlerësim i madh. Është një vlerësim i madh dhe një emocion si nga ana e një eksperiencë të re të paprovuar, por edhe kur ti radhitesh pra mes emrave, mes shkrimtarëve të njohur, mirënjohur, të arrirë, suksesshëm të artit, të letërsisë, të studimeve, të shkencës, dhe pa diskutim ka qenë tejet intensive, por shumë emocionuese dhe një eksperiencë e paharruar do thoja, komunikimi, mirëpritja e atyre që kanë treguar interes për librin, komunikimi me to ka qenë një ngjarje veçantë do thoja që lën bresa në jetën time dhe veçanërisht në profesionin tim. Dhe ato që kanë ardhur për ta marrë librin, ke marrë ndoshta feedback pra përshtypjet e para? Po, pa diskutim, një pjesë prej tyre më kanë shkruar, më kanë kontaktuar dhe i vlerësoj shumë, jo vetëm për blerjen e librit, nuk ka qenë ky qëllimi im fitimprurës, apo thjesht unë kam dashur të lë një vlerë më tepër se sa të fitoj prej këtij botimi, dhe kanë qenë shumë fjalë pozitive dhe më ka ardhur mirë që shumë prej tyre kanë vlerësuar dhe kanë rrëfyer që janë njohur me një pjesë të historisë së rrethit kryes që nuk e kanë njohur dhe nuk e kanë ditur dhe kanë njohur edhe vallet edhe vlerën e valleve folklorike të zonës Krujës. A do të ketë së shpejti një promovim ky botim ndoshta edhe me tingujt folklorik të Krujës që i kanë fakt manitës? Në fakt është një nga projektet e mia të radhës, nuk dua të jap një datë apo një periudhë caktuar sepse dihet mundësitë dhe kushtet për të realizuar një promovim nëpërmjet një shfaqjeje, cilën unë kam dashur ta realizoj, që aty që përmban libri pra ta shpërfaq nëpërmjet një shfaqjeje, por që sigurisht është një nga projektet e mia të radhës dhe besoj që sa më shpejt këtë libër, po edhe një shfaqje të ndërtuar me profesionalizëm edhe që të tregoj atë që mbart libri brenda vetes, ta shfaq për publikun e venditjes sime. Besoj ti je në një moshë shumë të re dhe në fakt në këto vite, gjatë studimeve dhe pas studimeve, ke marrë pjesë pra angazhuar në mjaft evente të folklorit, festivale folklorike, qoftë edhe si pjesëtar juris apo rrytar jurie, por edhe si pjesëmarrës si në Shqipëri dhe në Kosovë më gjerë, si e ndjer, sepse je në një moshë shumë të re dhe në këtë moshë pra që unë mendoj personalisht që ke arritur shumë dhe patjetër që do arrish akoma më shumë në vazhdim. Unë të vlerësoj për fjalët Gazi, por sigurisht unë mendoj që brenda atij kuadrit të studimeve si një student i sapo diplomuar, mendoj që jam në atë rrjedhën e kohës dhe besoj që të gjithë duhet të ecim në këtë rrjedhë, pra ndoshta mund të jetë ashtu siç thoni ju, në moshë të re të kem arritur sukses është ndonjëherë edhe fat, por kam pasur edhe suportin e familjes, pa diskutim, mbështetjen e tyre, por edhe puna, nëpërmjet punës arrihet suksesi. Unë jam një individ pa dashur të flas për veten që studioj shumë kryesisht për drejtimin dhe për profesionin tim, hulumtoj shumë edhe njëkohësisht edhe rezultatet janë pozitive. Dhe ky botim nuk është që ka një rreth të ngushtë vetëm Krujën, edhe pse është për vallëzimin kryetar, pra duhet ta lexojnë ndoshta edhe shumë të tjerë. Mendimi juaj, pse duhet
ta kenë këtë libër lexuesi dhe çfarë mund të marrin nga ky botim? Sigurisht, pavarësisht se libri i dedikohet për avallëzimit krutan, edhe mund të konceptohet si një libër që është për një komunitet saktuar, por pa diskutim sidomos njerëzit që merren me krijimtarinë e vallëzimit, pra koreografët, vallëtarët, do të gjejnë aty mënyrën e analizimit, krahasimet apo mënyrën e shkrimit të vallëzimit nëpërmjet fjalëve dhe mënyrën studimore, shkencore të kësaj fushe. Dhe unë do ja sugjeroja gjithkujt sepse mund të marrin shkas, mund të jetë një referim për të bërë gjithë secili prej nesh ndoshta punime të tilla për zonat e tyre dhe do ta pasuronim shumë një bibliotekë e cila besoj që është bosh në fushën e koreografisë. Nga ana tjetër, libri mbart vlera si nga ana e fushës së muzikës, por edhe të letërsisë, sepse aty janë edhe tekstet muzikore që kanë karakteristikat edhe përfaqësojnë dialektin zonal. A duhet sot brezi i ri të afrohet më shumë tek libri, të lexojë më shumë, por edhe tek folklori, ta përqafojë më tepër folkun shqiptar që në fakt është i pashteshëm në çdo trev? Pa diskutim, për sa i përket afrimit tek libri, unë mendoj që është e vetmja rrugë për të arrirë një shoqëri të emancipuar, e cila është domosdoshme dhe sot më shumë se sa kurrë të rinj duhet të afrohen, sepse besoj që janë larguar goxha nga libri, nga leximi, dhe aq më tepër artistët ose krijuesit e ri, sepse unë nuk e konceptoj një artist apo një individ i cili të merret me art apo me krijimtari dhe mos ketë marrëdhënie dhe të jetë kaq larg librit. Nga ana tjetër, për sa i përket folklorit, ashtu sikur se tha dhe ju, është një nga vlerat më të mëdha shpirtërore që ne kemi, që duhet të shikojmë historinë dhe kuptojmë fare mirë që është vlerësuar në mbar botën si një nga folklorët, një folklor unik, i pashtershëm, i pasur, ku mund të gjesh çdo ditë më tepër pasuri të cilat nuk janë shkruar apo janë harruar, dhe si një vlerë jashtëzakonshme shpirtërore e kombit tonë trashëguar pres brezi, mendoj që duhet të punojmë shumë për individët të cilët janë të lidhur drejt për drejt pra me fushën e artit, por edhe sigurisht institucione shtetërore me promovimin, me organizimin e festivaleve të ndryshme, por sigurisht brenda kuadrit të profesionalizmit dhe të mos abuzojmë apo të mos e deformojmë atë vlerë të madhe që kemi, dhe pa diskutim duhet të kemi kujdes në trashëgimin sa më origjinale të folklorit, sepse është vetmja rrugë në cilën ai ka ardhur prej shekuj deri këtu ku jemi. Dhe panajiri përfundon sot, ku mund ta gjej lexuesi librin tuaj Epitafet e gjalla të vallëzimit krutan, ato që do të jenë të interesuar dhe duan që ta marrin një kopje? Patjetër, pas përfundimit të panajirit, libri sigurisht është kryer në të gjitha kushtet ligjore, do thoja, dhe do gjendet edhe pranë bibliotekës kombëtare si një rregull i cili duhet të respektuar, por gjithashtu në momentin e parë që do të shpërndahet në biblioteka të ndryshme, do të gjendet informacioni pranë rrjeteve të mia sociale, por edhe sigurisht mund të kontaktojnë edhe drejt për drejt me mua apo me shtëpinë botuese. Falenderoj, të uroj suksese. Gazi, shumë faleminderit edhe një herë, dhe unë vlerësoj shumë angazhimin tuaj, dhe jo vetëm për mua personalisht, por për gjithë ato vlera të artit shqiptar, të cilët i interviston, edhe lën një gjurmë të jashtëzakonshme për brezët më vonshëm për të njohur artin dhe vlerat tona kombëtare. Faleminderit juve. Atëherë miq, ky është libri nga Oesli Alushi, Epitafet e gjalla të vallëzimit krutan. Unë ju sugjeroj ta merrni, ta lexoni dhe do mësoni shumë nga ky botim. Hajde inshallah.